Në sallë më e madhe, i kam timen, aty erdhi me gjitha e kam timen, aty erdhi një bum. Një bum bum sportistësh, në shtator, në 2 shtator. Në 2 shtator e bëm atë si inaugurim. Të 2013-ës? Jo. Po flasim në viti që kaloi. A shoh që je zhvilluar prapë. Në 2000 Qelloi dhe një koincidencë e bukur, se unë jam i kënaqur që tha ai, domethënë u përgjigj ai parë se dhe unë në Amerikë në vitin 2013 kam ikë dhe kështu që kjo është një koincidencë. Ti je lindur në Amerikë. Po ti pse ike apo ti ike se erdhën komunistët në pushtet? Jo më unë kam ikë që 13 vjeç nga Shqipëria. Tu e qartë këtë pjesën, pra që nuk e hik prej ardhjes tonë në qeveri, ke hik për para. Unë kam ikë 13 vjeç me Aniel Dora që në 91-shin. Edhe nga Italia kam ikë në Amerikë, kam fitur lotarin amerikane. Po pse se edhe këtu kur erdhëm në qeveri po ikë në Amerikë? Apo the sa më larg komunistave? Tani domethënë është unë shikoj që ka disa gjëra që po ndryshojnë në Shqipëri dhe shpresoj që arti i magjisë dhe se kemi edhe një popull pak vështirë për këtë lloj arti, sepse besojnë akoma te këto magjia këtë gjëra. Unë adhuroj punën time dhe e bëj për të kënaqur publikun, për të kënaqur edhe vetë. Edhe po shikoj, unë kam qelluar në një eveniment në Amerikë, mos gaboj. Me një numër miq, ishte si eveniment familjar, po themi, kështu edhe unë i ftuar. Dhe tu kishte ftuar një person që bënte këto, po ai disa nga këto gjëra i bënte dhe ai. Por një gjë që ishte që ti se di këtë, nuk më hameni se do kisha bërë. Ai mori dhe shtrëmbroi lekun. Shkoi çikë më tepër asaj. E mori monedhën, e vendos në dorë dhe e shtrëmbroi. E mori monedhën dhe e ktheu. Dhe një monedhë që s'ishte e vetja, e mori dha kush ka i monedhë, bam, e ktheu. Dhe lugën. Po unë aty shkoj, domethënë monedha është një numër që e kam përdor më herët, por kurse ajo me lugën është një hap më lart, sepse luga pastaj përdridhet edhe e merr në dorë e shikon edhe arrin pastaj edhe vetëm duke shikuar të kputet. Uri Geller i ka nisur këto i pari, është një iluzionist gjerman që filloi me këto bëj arte marciale sot dushti. E përkthyen dot lugën ata të tut. Thyen edhe gjëra më të forta. Jo ta thyen, ta kthejnë lugën kështu. Po mirë është metale. Tani unë nuk luga, u kthej luga. Unë nuk premtoj që mund të përthyej monedhën, po mund ta nxjerr një monedhë nga hiçi për shkak sikur të hapësh dorën, edhe imagjino sikur ke një monedhë në dorë, ta marrim dhe ta hedhim në dorë. Ajo është e padukshme dhe është pjesa më e thjeshtë me zhduk, kurse pjesa më e vështirë është që ti ta kthesh mbrapsht. Edhe nëse ndjek këtë monedhë, ti do humbësh dytën ose të tretën, 3 monedha nga hiçi, merr të parën e vendos në dorë dhe pastaj zhduk të parën, zhduk dytën, dhe pastaj zhduk edhe të tretën. Jo? Njerëzit i pëlqejnë lekët e mëdha, do marr këtë edhe do e hedh nga kjo dorë te dora tjetër dhe bëhet një monedhë. E s'ke gjë në dorë? Jo, s'kam gjë. Kam xhep. Dhe kjo është po kësaj që i bën dyani? $1. Shte fusim xhep dhe kemi edhe një tjetër. Edhe kjo është për ju. Po jo sot. Mi tani atë e pasur një fillim. Ajo ishte më e thjeshtë. Po kjo nuk e di domethënë. Janë disa gjëra, unë isha i përgatitur domethënë me bën ai numër me letra, gjërat janë pak limituar për arsye të vendosjes apo. Po për sa i përket mentalizmit, domethënë besoj se emri ato e mentale apo. Ë? Ka dhe numra të tjerë nëse ti mund të kesh një telefon, nëse ke mundësinë ta kesh një telefon. Telefonin s'ta hapun. Jo, nuk e prek telefonin tënd, por vetëm për të shkojë në të bëjmë diçka të bukur, por nuk ka rëndësi. Po ti e ke telefonin, me telefonin tënd. Jo, po duhen 2 telefona. Duhen 2 telefona? Po.
Ne jepni telefon. Okej. Do futesh në Google. How many articles are on Wikipedia? How many Sa articles? artikuj domethënë janë në Wikipedia? How many articles Are on Wikipedia. Në Wikipedia janë are on Wikipedia? Okej, shtyp search, edhe do t'tregoj një website, aty janë miliona artikuj. Over 66 billion. Okej, ta shikoj pak. Hape këtë, do t'tregoj domethënë sa janë. 7.122.410. Okej, nëse ne përdorim makinën llogaritëse, 7 122, po. 410. 410. Po. Okej. Shumëzim, çdo artikull përmban sa fjalë? Ku ta gjejmë këtu? E ka këtu? E thot. Po, approximately 1917 fjalë. 1917. Shumëzim për 7 barës bëhen 13 miliardë gjysmë fjalë në Wikipedia. Tani nëse ti e bën visit Wikipedia, shtype, do mendosh një fjalë çfarë të duash, edhe vetëm unë nuk do e shikoj, shkruaj fjalën aty dhe bëj search, unë nuk do e shikoj. Një fjalë çfarë të duash ti, shkruaj, mund të jetë çfarëdo lloj fjale. Vetëm shkruaj dhe bëj search. E shkruaj? Bëj search edhe ajo fjalë ka shanse që të jetë në Wikipedia. 13 bilion fjalë, domethënë fjala jote mund të jetë aty. Po, doli. Tani ti ke të një kjo fjalë ti e shkruajti, po tani faqja që dha ajo ka mira fjalë apo jo? Po, ka. Nëse e scroll, ke mundësi ta memorizosh një nga ato fjalë, po të jetë fjalë gjatë, domethënë që të rakon më vështirë. Aty te faqja, je një faqe apo një fjalë tjetër? Po, domethënë mendoje një fjalë tjetër te faqja, po të jetë gjatë, e kupton, të jetë të paktën 90, 11, 12 gërma që të jetë fjala më e vështirë, që të jetë akoma më e vështirë për mua. Mund të jetë edhe në gjuhë huaj, nuk ka problem. Mund të jetë edhe anglisht. Ja do shohim. Një fjalë gjatë me 10-12 gërma që po ja e gjeta, po çfarë bëj kësaj unë? E mban mend? Po. Të dyja fjalët, edhe atë që shkruajtë edhe atë që zgjodhe. Ajo fjalë që zgjodhe e dyta është anglisht? Po. Okej. Mbyllë telefonin dhe le aty, unë nuk do e prek telefonin. Po. Jemi dakord që ti ke shkruar një fjalë dhe ke menduar një fjalë. Fjalën e parë e shkruaj, unë se kam prek telefonin, ti e shkruajtë edhe fjalën e dytë, ti vetëm e mendove, nuk ka shanse me mira fjalët ty, s'ka shanse për mua. Jo mendove, e shënova. Okej, dakord. Mendo pak vetëm gërmën e fjalës dytë, gërmën e parë. Mendoje në gërm shtypi. Është një gërm me drejt apo me kthesa? Me kthesë. Si rëja për shembull? Rëja. Tani ti më thesh parë nëse mund të përdor edhe një nga këto fletët apo jo? Po. Okej. Nëse më jep mundsinë, unë duhet mendosh pak fjalën e parë tani, vetëm mendo fjalën e parë dhe thuaj vetëm mend. Jo, mos e shiko, fjalën që ke shkruar, e mba mend? Po, pse më? Edhe fjalën e dytë e mba mend. Po. Okej. Fjala e parë që ti shkruajte, unë dua që ti ta mendosh. Edhe ti ktheve reston back, besoj këtij personi. Sa i shkruajti emrin tënd, ti nuk shkruajte emrin e tij. Po ti shkruajte preardhjen e tij, se ti shkruajte. Çfarë shkruajte? Çfarë ishte fjala e parë thuaje? Mos unë nuk e shikoj, vetëm thuaj. Korçar. Tani fjala e dytë nuk ka shanse që unë ta di, sepse ti vetëm e mendove të gjitha ato faqe, të ke faqja ti mund zgjidhje çfarë fjalë doje. E supozojmë se ti do shkoje do fusje me një dyqan dhe do bleje një palë këpucë. Ai do të thonë, mirë dita, si jeni, si mund t'ju ndihmoj? Ti thu, jo, thjesht kam ardhur për të parë, duhet marr një palë këpucë dhe ta thonë si e gjete, domethënë si e gjete dyqanin tonë, edhe ti thu një shoku im, një sekondë. Ai. Çfarë ishte fjala e dytë, zoti Kriminese? Recommended. Oh. Kjo nga herë nuk funksionon. Por sot funksionon. Kjo është mentale tani. Po normalisht. S'ka hilesh bosh. Po s'ka, unë s'ka shanse se di se ç'a do shkruaj. Korçar dhe recommended këtu. Apo. Nuk di ç'a të them. Unë shpresoj mos mërzitet se ke është dhe i stërvitur kurse ne jemi se bëj shaka. Jo, pse do mërzitet. No, shaka. Tani un kam
pyetjen time të që ja bëj përgjithsisht gjithve. Po. Okej, sa vjeç je ti? Unë jam 48. Sa i ri është. 48. Ti isha pa që edhe 100 tjera, po edhe një 40 tjera i ke. Qa do bësh është i pastaj? Qa ka next kjo? Apo do rësorolatës 40 vjet me këtë letër? No. Unë jam... Ku shkon kjo next? Unë jam gjithmonë updated me numrat e vjetë. Qa ëndre shef ti tani? Ëndra është që unë të kem një show si duhet me djalin bashk. Edhe kur vi momenti, tjetë vetëm ai, sepse... Jo, dakor, të kesh një show si duhet, po show si duhet mund ta bësh edhe tani ti. Po e bëjmë, po tjetë bashk, sepse ne jemi duke ndërtuar bashk. Kemi një tur në Florida tani nga data 29 deri me datë 10 në teatrot ndryshme në qytete ndryshme të Floridës. Edhe ëndra është Las Vegasi, edhe pse jo edhe në Shqipëri, domethënë, do ishte shumë kënaqësi e madhe që të performonim bashkë me djalin edhe... Dakor, po kur thash ëndra, okay, ky është vendi ku do ta shfaqësh ëndrën, po ku shkon kjo? Më tutje. Mentalizmi edhe iluzionizmi ku shkon? Për mua është thjesht unë kam përdorur disa këtu i thon big illusions, domethënë që fut njeriu në zhduke dhe njëra tjetra, por Las Vegasi do ishte perfekt, domethënë për të realizuar këto iluzione më të mëdha që të zhdukesh një makinë ose ta bësh ti jetë bosh edhe të dali makina, këto janë ëndra domethënë që domethënë i ke në projekcionin e të ardhmes. Po. Dorian, po ti çfarë ëndre ke, por ku do ta çosh këtë punë, apo e ke arritur maksimumin e tani thjesht do bësh administrimin e maksimumit? Tani